Ministrisë së Kulturës që Akademiku Recep Qosja është padur fituesi i çmimit Lumos Këndë për vitin 2024 me librin Për Lirinë, të vërtetën dhe të drejtën, i vlerësuar si vepra më e mirë në fushën e publicistikës dhe eseistikës. Juria e këtij edicioni e kryesuar nga profesorja Belinda Budini dhe me antar Urand Butka, Anastas Angjeli, Rudina Xhunga. Aida Tuci vlerësoi kontributin e thellë të akademikut Qosja në zhvillimin e mendimit kritik dhe të vetdijes kombëtare përmes një motivacioni, përmes analizave të tij të mpreta dhe studimeve të thelluara mbi gjuhën shqipe. Akademiku Recep Qosja ka dhënë një kontribut të çmuar në zhvillimin e mendimit kritik dhe në forcimin e vetdijes kombëtare. Kryetaria e jurisë Belinda Budini e cilësoi veprën si një dokument të vetdijes kombëtare. Akademiku Qosja, i cili për arsye shëndetësore nuk ishte i pranishëm fizikisht në ceremoni, komunikoi me të pranishmit përmes një videomesazhi. Në fjalën e tij të gjatë, Qosja solli një portret të pasur për plot respekt për figurën e Mitat Frashërit. Veprën time për lirinë, vërtetën dhe drejtën e kanë shpallur vepra më e mirë publicistike dhe eseistike për vitin 2024. Çmimi Lumos Këndë, me cilin vlerësohet vepra ime në fjalë, është nderim i veçantë që më dhurohet në moshën në të cilën jam. Ai foli me përkushtim për jetën dhe veprimtarinë e Lumos Këndës, si rilindës, publicist, përkthyes, bibliofil e veprimtar politik, duke i quajtur Mitat Frashëri. Lumos Këndë ishte personalitet me dhunti, me kërshëri e me ide të gjithmonshme krijuese. Çmimi Lumos Këndë, që jepet nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, mban emrin e rilindasit Mitat Frashëri dhe ka si qëllim të promovojë veprat më të mira publicistike, eseistike.